Assalamu alaikum. Do shta ju kumboj tepërt me postime, por pasha Allahun, dëshira ime është me u lut për vete dhe për juve. Dëshira ime pasha Allahun është qashtu qysh ma ka mundsu Allahu me ardhë në Qabe, me bo dua që Allahu edhe juve me ja mundsu. Me ardhë Mekke, me ardhë në Qabe, me bo umre, me bo haqë Allahu ja u mundsoft, është nder dhe krenari dhe për këtë ne duhet të falenderojmë Allahun Azze ve Gjell për këtë mirësi. Sepse Allahu kur e do në robin e vetë ja mundson. I lutem Allahut Azze ve Gjell që të na doj dhe të na mundsoj me bo të mira, me bo të hajë. Dy fjalë desha, mi jam thonë edhe një herë, pej Qabës, me shpresë që nuk ju kumboj tepërt, me u lut për vetvetet tona, me u lut për prindërit tanë, qofshin ato gjalla për vdekur, me u lut për familjet tona, me u lut për gjithë ata të cilët janë të smur e Allahu Azze ve Gjell i shëroft, me u lut për gjithë ata të cilët nuk kanë evlad dhe nuk kanë fëmijë, Allahu Azze ve Gjell me i gëzu, me u lut për gjithë ata të cilët kanë shku në ahiret, e tani janë në varre, në tokë, Allahu Azze ve Gjell varret e tyne i baft, kopsht prej kopshteve të xhennetit. Me u lut për çdo hallegji dhe dertli i cili ka halle, ka telashe, ka probleme, Allahu mi ja letu. Me u lut për ata të cilët kanë borxhe, Allahu borxhet mi ja u largu, mi ja u lecu. Me u lut për gjithë ata të cilët kanë një nevojë, kanë një dëshirë, kanë një synim, kanë një qëllim, Allahu mi ja u letu. Me u lut mbi gjithë nderuar vëllezër e mota të nderume, me u lut te Allahu Azze ve Gjell që Allahu me na forcun e iman. Me u lut te Allahu Azze ve Gjell që na me jetu për la ilaha illallah, me vdek për la ilaha illallah, me punu për la ilaha illallah. Me u lut që në Allahu Azze ve Gjell me na u mundsu dhe me na u mbërsu që t'jemi në shërbim të Islamit, në shërbim të Kur'anit, në shërbim të sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Krejt në përmbyllje. Dita Gjuma, ditë me vlerë, ditë me rëndësi, dita më e mirë që Allahu Azze ve Gjell ka kriju dhe ka nda. Dita Gjuma, ditë ku salavatet dhe selamet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam janë më të veçanta. Andaj, bojmë dua, por në veçanti, kur ora e dhikreve, kur ora e lutjeve është me dërgu salavate dhe selame për pejgamberin Allahu Azze ve Gjell. Edhe njëherë, Allahu na falë dhe na mshiroft. Allahu na dha sinceritet në çdo gjë. Ju pafsha sa më shpejt dhe sa më shpesh në Qabe, në Mekke. Edhe njëherë, ju kërkoj shumë falje, do shta e kom tepru me dërgimin e mesazheve, por vallahi ju du për hir të Allahut Azze ve Gjell. Allahu na takoft xhennetin e tij, mirësinë e tij, duke i gëzu të mirat e Allahut, Firdausin el A'la, Firdausin më të lartë, e kulmi të mirave Allahut është kur ne e shikojmë Allahun Azze ve Gjell në xhennet. Allahu na mundëson. Shumë selam.